Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet lëngu magjik që forcon trurin dhe kujtesën, ja as dita përgatisni. Me kalimin e moshës, ekspertët vënë re një rënje të fortë në aftësinë e të nxënit. Sipas të dhënave, rreth 40% e njerëzve mbi 65 vjeç vuajnë nga probleme me kujtesën, të cilat vijnë kryesisht të nxitura nga mosha. Ekspertët nuk përjashtojnë rolin e faktorëve genetik, ushqyerjes dhe të aktivitetit fizik në humbjen e kujtesës. Megjithatë, ata nënvizojnë se mosha është një kontribues kryesor. Njeriu nuk ka të drejtën të flasë tek plakja, por ama ai ka rolin kryesor në vendimarrje kur bëhet fjalë tek aktiviteti fizik dhe njëkohësisht tek ushqyerja e shëndetshme. Kjo e fundit është shumë e thjeshtë, mjafton në fakt që njeriu të ketë vullnet dhe të përzgjedhë ushqime të duhura, peshk, yndyr dhe njëkohësisht perime dhe fruta. Një nga frutat më të mira për shëndetin e trurit dhe të gjithë organizmit është pikërisht shega. Ky frut dhe lëngu i tij janë jashtëzakonisht të pasur me antioksidant, të cilët shërbejnë si një mburojë e trurit. Të dhënat gjithashtu konfirmojnë se një gotë me lëng shege ka 3 herë më shumë antioksidant se sa çaji i jeshil. Përmbajtja e antioksidantëve është më e lartë kur lëngu është marrë nga fruti i plotë, pra me gjithë lëkurën. Çfarë roli luajnë antioksidantët tek shëndeti i trurit? Të dhënat shkencore kanë treguar se antioksidantët parandalojnë radikalet e lira të shkatërrojnë qelizat e trurit. Truri është i lidhur direkt me zemrën dhe lëngu i shegës, bashkë me antioksidantët, mbrojnë të dy organet me efikasitet të plotë. Njerëzit e moshuar kanë njëkohësisht një shëndet të mirë kardiovaskular, kanë një kujtesë më të fortë. Kjo ndodh sepse truri është në varësi të sistemit kardiovaskular. Në këtë video ne do t'ju shpjegojmë se lëngu i shegës ul rrezikun e sëmundjes së Alzheimerit. Kjo gjë ndodh si rezultat i antioksidantëve që përmban shega. Një tjetër aspekt mirëbërës i shegës është edhe glukoza, të cilën truri juaj e përdor për energji më shumë se çdo ushqyes tjetër. Kësaj, nëse ju e pini lëngun e shegës që në mëngjes, truri juaj do të marrë mjaftueshëm energji për një ditë sa më të mbarë. Ndërkohë, për forcimin e kujtesës, këto janë produktet që juve do ju duhen pothuajse çdo ditë. Ju ndodh shpesh që të harroni se ku keni vënë çelësat e shtëpisë, makinës, telefonin apo syzet, ndonse më pas zbuloni se i keni të vëna. Kujtesa e dobët është një problem i cili prek miliona njerëz në botë që në përditshmëri mund të jenë me të vërtetë një kokçarje. Problemet me kujtesën janë gjithnjë në rritje me kalimin e kohës. Ato ndikohen dhe nxiten nga problemet të cilat lidhen me gjumin, stresi, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkooli, duhanpirja dhe ilaçet. Në rastet më të rënda, kujtesa e varfër nxitet edhe nga skleroza apo sëmundja e Alzheimerit. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa nga problemet më të thjeshta me kujtesën, të cilat nuk kanë të bëjnë me sëmundjet e përmendura. Sëmundjet e rënda të kujtesës sigurisht kërkojnë një trajtim të specializuar mjekësor dhe jo thjesht kura natyrale, të cilat mund të përgatiten në shtëpi. Ndërkohë, bajamet për një kujtesë më të mirë. Bajamet përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Ato janë të pasura me antioksidant dhe me acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen ngrijini në mikser pa lëkurë.
masën e përftuar zgjeni duke e bashkuar në një gotë qumësht, shtoni mjaltë dhe më pas pjeni çdo ditë për 30 deri në 40 ditë me radhë. Rozmarina për një kujtesë edhe më të fortë. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe njëkohësisht për trurin. Zgjeni një tufë me rozmarinë në ujë për plot 5 minuta. Kullojeni lëngun dhe shtojeni mjalt. Pijeni çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Ju mund të përdorni edhe vaj esenciale rozmarine duke e nuhatur atë çdo ditë. Vaj i peshkut. Suplementet me vaj peshku përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore të cilat janë të pranishme tek vaji i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit të cilat kanë në lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë. Ushqehuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit siç janë për shembull boronica, qershit, manaferrat dhe njëkohësisht të gjitha frutat e tjera janë një burim i shkëlqyer flavonoidësh të cilat mund të përmirësojnë kujtesën tuaj. Konsumojeni ato rregullisht në mënyrë që të merrni edhe vlerat më të mira. Ndër ushqimet e tjera akoma edhe më të mira për shëndetin e trurit janë avokado, panxari, lëngu i kockave dhe njëkohësisht i mishit. Ndërkohë nga ana tjetër, konsumoni brokoli, selino dhe po ashtu vaj arrës së kokosit dhe çokolata e zezë. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se edhe kujtesa mund të forcohet fal disa vitaminave të cilat mund të forcojnë njëkohësisht trurin tuaj. Shëndeti i mendjes bazohet të ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Ndër vitaminat më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore është edhe vitamina A. Të gjithë ne i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë në fakt është thelbësore për zhvillimin e trurit dhe njëkohësisht vitamina A mund të zgjerojë aftësinë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Ajo nga ana tjetër përmirëson edhe ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë shërben njëkohësisht si antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 e cila mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën, afat shkurtër dhe vigjilencën dhe largon amullinë dhe njëkohësisht letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acidin folik janë barishtet, thjerrzat, fasule dhe bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B, e dobishme për kujtesë më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe njëkohësisht fasulet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten në rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.